Në botën shpirtërore ekzistojnë forca të padukshme që veprojnë prej brezash dhe ndikojnë në familje, duke sjellë konfuzion, ndarje, vuajtje dhe pengesa të pashpjegueshme. Bibla na paralajmëron se nuk luftojmë kundër mishit dhe gjakut, por kundër forcave të errësirës që duan të shkatërrojnë jetën dhe fëmijët e Perëndisë. Sot do të flasim për një prej formave më të rrezikshme të ndikimit demonik, shpirtrat familjar. Pas shpjegimit, do të bashkohemi në një lutje çlirimi, duke kërkuar ndërhyrjen e Zotit dhe autoritetin e Jezus Krishtit për të thyer çdo ndikim të tyre në jetën dhe familjen tonë. Bibla në Levitiku kapitulli 19 vargu 31 thot: Mos ju drejtoni atyre që kanë shpirtra shoqërues, dhe mos kërkoni ndihmë nga magjistarët, që të mos ndotni veten. Unë jam Zoti, Perëndia juaj. Dhe në Levitiku kapitulli 20 vargu 6, Perëndia paralajmëron përsëri: dhe shpirti që do të drejtohet nga ata që kanë shpirtra shoqërues apo nga magjistarët për t'u dhënë pas tyre, unë do të kthehem kundër atij njeriu dhe do ta shkull nga populli i tij. Perëndia e di rrezikun. Këta shpirtra janë manipulues, mashtrues dhe të lidhur me okultizmin. Quhen shpirtra familjar, sepse ata vendosen brenda një familjeje, e njohin historinë e saj, dobësitë e saj dhe përpiqen të përsëritin cikle shkatërimi brez pas brezi. Shpirti i shenjtë sjell jetë, dritë dhe të vërtetë. Shpirtrat e errësirës sjellin frikë, kaos dhe robëri. Shpirtrat familjar veprojnë si informator të errësirës. Ata shikojnë, dëgjojnë, vëzhgojnë dhe përpiqen të krijojnë hapësira për të shkatëruar bekimet që Zoti ka për një familje. Bibla është e qartë në Predikuesi kapitulli 9 vargu 5. Të gjallët e dinë se do të vdesin, por të vdekurit nuk dinë asgjë. Kjo do të thotë, shpirtrat që paraqiten si të afërmit e vdekur nuk janë shpirtra njerëzor, janë mashtrues demon. Ata duan njerëzit të besojnë gënjeshtra, që t'u hapin derën e vullnet. Kur një derë hapet, qoftë përmes okultizmit, mëkatit, mëshyrave shpirtërore apo mëkatit të brezave, këta shpirtra hyjnë dhe nuk duan të largohen, por ne kemi autoritetin në emër të Jezusit. Në Luka kapitulli 10 vargu 19, Jezusi thot: ja, unë ju jap pushtet të shkelni mbi gjarpërinj dhe akrepa dhe mbi gjithë fuqinë e armikut, dhe asgjë nuk do t'ju dëmtojë. Këta shpirtra nuk hyjnë gjithmonë me një herë. Shpesh ata lidhen me mëkatet e fshehta të brezave, me idhujtari, me praktika okulte, me magji, me fall, me thirrje të vdekurve, ose me lidhje shpirtërore jashtë vullnetit të Perëndisë. Ndonjëherë hyrja ndodh para shumë brezash. Dera është hapur nga dikush përpara nesh dhe pasoja manifestohet sot. Bibla në Ligji i Përtërir, kapitulli 10, vargu 10-11, e ndalon këtë qartësisht. Nuk duhet të gjendet ndër ju askush që merret me magji, me shtrigani, me kërkim të shpirtrave ose me nekromanci. Pse e thot Perëndia këtë? Sepse ai e di që pas këtyre praktikave nuk fshihen shpirtra njerëzor, por forca demonike që kërkojnë akses ligjor në gjakun e familjes. Në shumë familje shihen të njëjtat modele që përsëriten: varfëri brez pas brezi, varësi e pashpjegueshme, sëmundje që përsëriten, depresion, ankth, frikë vazhdueshme, martesa që shkatërohen, konflikte të pafundme brenda familjes, mosbesim te Zoti dhe largim shpirtëror. Këto nuk janë rastësi, janë strategji të errësirës, por sot në emër të Jezusit, kjo strategji do të shkatërohet. Bibla thotë në 2 Korintasve, kapitulli 10 vargu 4, sepse armët e luftës sonë nuk janë trupore, por të fuqishme për prishjen e fortesave. Shpirtrat familjar janë fortesa shpirtërore, por çdo fortesë ka një çarje dhe çdo derë që është hapur mund të mbyllet në emër të Jezusit. Sot ne nuk do të flasim vetëm për problematikën, ne do të hyjmë në lutje çliruese, do të thrasim gjakun e Jezusit dhe do të përdorim autoritetin që Zoti i ka dhënë fëmijëve të tij. Në Mateu kapitulli 17, Bibla na tregon për një djalë që vuante nga një shpirt të ligë, që e kishte ndjekur që prej fëmijërisë. Dishepujt nuk arritën ta çlironin. Jezusi u tha: "Kjo lloj del vetëm me lutje dhe agjerim."
Kjo tregon se disa shpirtra familjar janë të lidhur fort dhe duan autoritet të vërtet shpirtëror për t'u larguar. Por lajmi i mirë është ky. 1 Gjonit kapitulli 4 vargu 4. Ai që është me ne është më i madh se ai që është në botë. Kështu veprojnë shpirtat familjar. Ata hyjnë pa u vënë re, vendosen në heshtje dhe pastaj punojnë me durim për të shkatëruar fatet, thyer bekimet dhe ndalur planin e Perëndisë për një familje. Por Jezusi erdhi pikërisht për të prishur veprat e djallit. Në Isaia kapitulli 61 vargu 1 është shpallur: Fryma e Zotit është mbi mua. Ai më ka dërguar të shpall çlirimin për të robëruarit. Në përbreza, shumë njerëz janë mësuar të mendojnë se gjërat e liga janë thjesht fate, mallkime gjaku, trashëgimi e keqe, apo kështu është jeta jonë. Por e vërteta është ndryshe. Ka një Perëndi që çliron, ka një shpëtimtar që ndërhyn, dhe ka një emër që thyen çdo prani demonike, Jezus Krishti. Nuk ka mallkim që qëndron mbi një familje, nëse familja ngrihet në lutje. Nuk ka shpirt familjar që mbijeton, nëse dikush në atë familje ngre në autoritetin e qiellit. Për këtë arsye, Bibla thot: Mateu kapitulli 18 vargu 18. Çfarëdo që të lidhni mbi tokë, do të jetë lidhur në qiell, dhe çfarëdo që të zgjidhni mbi tokë, do të jetë zgjidhur në qiell. Ne do të lidhim çdo shpirt familjar, çdo frymë mashtruese, çdo ndikim të errësirës, dhe do të zgjidhim bekimet, lirinë dhe paqen e Perëndisë në jetën tonë dhe familjen tonë. Nga ky moment, ne nuk do të pranojmë më as frikë shpirtërore, as varësi brez pas brezi, as mallkim e gjaku, as konfuzion mendor, as trazira familjare, sepse Jezusi tha, tek Gjoni kapitulli 8 vargu 36, nëse biri ju bën të lirë, do të jeni me të vërtet të lirë. Tani që e kuptojmë çfarë janë shpirtrat familjar, si veprojnë dhe si i ndalon Bibla, momenti i çlirimit ka ardhur. Në pjesën e fundit do të hyjmë në lutje, autoriteti, lutje ndarëse dhe lutje çliruese, duke thyer çdo lidhje shpirtërore dhe çdo derë të errësirës që është hapur në jetën dhe familjen tonë. Tani le të lutemi, duke besuar që Zoti do të na dëgjojë dhe do të thyejë çdo zgjedhje të shpirtrave familjar në jetën dhe familjen tonë. Atë qiellor, vim për para fronit tënd të hirit me guxim, duke ditur që ti na dëgjon kur lutemi. Të falenderojmë për dashurinë, mëshirën dhe fuqinë tënde që çliron të robëruarit. Zot, qëndrojmë mbi fjalën tënde në Isaia kapitulli 61 vargu 1, ku thuhet: Fryma e Zotit Perëndisë është mbi mua, sepse Zoti më ka vajosur të shpall lajmin e mirë për të përulurit. Më ka dërguar të shëroj zemrat e thyera, të shpall çlirimin për të robëruarit dhe hapjen e burgut për të burgosurit. Sot ne shpallim çlirim mbi jetën tonë dhe mbi linjat tona familjare. Shpallim që çdo robëri ndaj shpirtrave familjar është thyer në emrin e Jezusit. Ati ynë, fjala jote tek Mateo kapitulli 18 vargu 18 thot: Me të vërtetë po ju them, çfarëdo që të lidhni mbi tokë, do të jetë lidhur edhe në qiell, dhe çfarëdo që të zgjidhni mbi tokë, do të jetë zgjidhur edhe në qiell. Prandaj lidhim çdo shpirt familjar që ka vepruar në gjakun tonë dhe çlirojmë veten tonë dhe familjet tona nga ndikimi dhe kontrolli i tyre. Zot, lutemi që të zbulohet çdo vepër e fshehtë e errësirës në historinë tonë familjare, siç është shkruar në Efesianëve kapitulli 5 vargu 13. Por të gjitha gjërat që qortohen bëhen të dukshme nga drita, sepse gjithçka që bëhet e dukshme është dritë. Ndriço o Perëndi çdo qoshe të errët, çdo marrëveshje të fshehtë, çdo mallkim brezash që u ka dhënë këtyre shpirtrave akses në jetën tonë. Pendohemi Zot për çdo përfshirje në praktika të papëlqyera, qoftë nga paraardhësit tan apo dhe vetë ne, që mund të ketë hapur dyer për ta shpirtra. Qëndrojmë mbi premtimin tënd në letrën e parë të Gjonit, kapitulli 1 vargu 9, ku thuhet: Nëse i rrëfej mëkatet tona, ai është besnik dhe i drejtë për të na i falur mëkatet dhe për të na pastruar nga çdo paudhësi. Na pastro o Zot me gjakun e Jezusit. Ati dashur, ngrihemi kundër çdo shpirti familjar që është maskuar në linjën tonë gjenealogjike dhe ka sjell mallkime e probleme. Refuzojmë mashtrimet e tyre dhe prejmë çdo komunikim me ta në emrin e Jezusit.
Fjala jote në ligji për të rirë, kapitulli 18, vargu 10-11 është e qartë. Nuk duhet të gjendet ndër jush askush që kalon djalin apo vajzën e tij në përzjarr, as ndonjë që merret me fall, me ogur, me magji, me shtrigani, me magji të fshehta, me kërkim të shpirtrave familjar, me magjistar apo me nekromanci. Ne zgjedhim t'i bindemi fjalës sate, Zot, dhe të heqim dorë nga çdo formë komunikimi me këta shpirtra mashtrues. O Zot, lutemi që të shkatërosh çdo mallkim brezash që u ka dhënë këtyre shpirtrave të drejtë ligjore për të vepruar në gjakun. Shpallim që të jemi krijesa të reja në Krishtin, siç thuhet në 2 Korintasve, kapitulli 5, vargu 17. Prandaj nëse dikush është në Krishtin, është një krijesë e re, të vjetrat kanë kaluar, ja, gjithçka është bërë e re. Nuk jemi më të lidhur me mëkatet dhe gabimet e paraardhësve tanë. Ne marrim lirinë tonë në Krishtin Jezus, atë qiellor. Të lutemi që të shkullësh çdo shpirt familjar që ka mbjellë farat e sëmundjes, dobësisë dhe likësisë në trupat tanë dhe në trupat e antarëve të familjes sonë. Fjala jote na premton këtë në Isaia kapitulli 53 vargu 5. Por ai u plagos për shkeljet tona, u shtyp për paudhësitë tona. Dëshkimi që na sjell paqen ishte mbi të, dhe me plagët e tij u shëruam. Ne bashkohemi me fuqinë shëruese të Jezusit mbi çdo sëmundje dhe çdo plagë që është përsëritur brez pas brezi. Urdhërojmë që çdo shpirt i sëmundjes të largohet nga linjat tona gjenealogjike në emrin e Jezu Krishtit të Nazaretit. Ngrihemi kundër çdo shpirti familjar që ka sjellë vështirësi financiare dhe varfëri në familjet tona. Zot, fjala jote thot në ligjin e për të rirë, kapitulli 8, vargu 18. Por do të kujtosh Zotin Perëndin tënd, sepse ai të jep fuqinë për të fituar pasuri, që të konfirmoj beskidhjen që ai u betua etërve të tu, ashtu siç është sot. Ne shpallim beslidhjen tënde të begatisë dhe thyem çdo cikël mungese, varfërie dhe fatkesie që ka vepruar në gjakun tonë. Ati unë, lutemi përsëri. Çdo shpirt familjar që ka sjell varësi, qoftë ndaj substancave, zakoneve apo modeleve të vetë shkatërimit, ta identifikosh dhe ta të bosh nga jetët tona në emrin e Jezus Krishtit. Dhe çdo zakon shkatërues që ka mbjellë shpërqendrim dhe robëri në familjet tona, sot i vëm përpara fuqisë së Perëndis. Qëndrojmë mbi premtimin tënd sot në Galatasve kapitulli 5, vargu 1. Qëndroni pra të qëndrueshëm dhe mos u nënshtroni përsëri në zgjedhjen e skllavërisë. Shpallim lirin nga çdo sjellje varësie dhe model shkatërues që ka kaluar brez pas brezi në gjakun ton. Zot, ngrihemi kundër çdo shpirti familjar që ka sjellë përçarje, konflikte dhe marrëdhënie të thyera në familjet tona. Shpallim premtimin tënd në Efesianëve kapitulli 2, vargu 14. Sepse ai është paqja jonë, që nga të dy bëri një dhe rrëzoi murin që i ndante. Lutemi për rindërtimin e marrëdhënieve dhe unitet në çdo familje. Rikthe harmoni, dashuri dhe mirëkuptim aty ku ka pasur ndarje. Atë qiellor, të kërkojmë që të heshtësh çdo shpirt familjar që ka folur gënjeshtra, konfuzion dhe mashtrime në mendjet tona dhe të familjarëve tanë. Qëndrojmë mbi fjalën tënde në Isaia kapitulli 54, vargu 17. Asnjë armë që do të formohet kundër teje nuk do të ketë sukses, dhe çdo gjuhë që do të ngrihet kundër teje në gjyq do ta dënoj. Kjo është trashëgimia e shërbëtorëve të Zotit, dhe drejtësia e tyre vjen nga unë, thot Zoti. Ne shpallim këtë trashëgimi mbi jetët tona, familjet tona dhe brezat tanë. Çdo gjuhë mashtruese, çdo frymë ndarjeje dhe çdo plan i errët është i dënuar dhe i shkatëruar në emrin e Jezusit. Faleminderit Zot për shirimin, faleminderit për fitoren, faleminderit për frymën e shenjtë. Ne e pranojmë fitoren ton sot. Ne e marrim lirinë ton sot. Në emër të Atit, të Birit dhe të frymës së shenjtë. Amen.